Bëni kujdes nga temperaturat e ulta apo gjatë udhëtimeve në vendet me dëbor. I ftohti ndikon në rritjen e infarkteve dhe problemeve të tjera kardiake. Mjekët këshillojnë pacientët që vuajnë nga zemra që në këto ditë të ftohta të vishen mirë dhe të mos neglizhojnë medikamentet. Pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhet me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperaturat e ulta, që do të thotë se duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Mjekja Farida Golemi thekson se janë rritur rastet në urgjencë dhe në sistemin ambulator në Vlorë në ditët e fundit. Atëherë, ky është një dimër paksa më i ftohtë se sa vitet e tjera dhe kjo ka ndikuar tek pacientët me sëmundje të sistemit kardiovaskular. Kjo është pasqyruar në rritjen e numrit të rasteve si në urgjencë edhe në sistemin ambulator. Temperaturat e ulta ndikojnë në të kurshmërinë e enëve të gjakut në zemër dhe në periferi dhe kjo do të pasqyrohet me një rritje të mbingarkesës volumore, me presione më të larta të tensionit arterial, me mbajtje fryme apo me fillimin e dhimbjes së gjoksit tek të sëmurët kronik. Por ne kemi dhe një rritje të numrit të rasteve që prezantohen për herë të parë për vizitë mjekësore, kemi një rritje të numrit të rasteve me infarkt miokardi, nëse në stinën e vjeshtës që temperaturat janë pak më të larta, kemi mesatarisht një rast me infarkt miokardi në ditë, aktualisht jemi me 2 apo 3 raste që prezantohen në urgjencë me sindrom koronar akut, po themi, që është infarkti miokardit edhe derivatet e veta. Mjekja Farida Golemi tregon disa nga shenjat që jep zemra për shkak të ngushtimit të enëve të gjakut nga i ftohti. Mosha e tretë është edhe më e riskuar, ndërsa duhet që të evitojnë daljet në temperatura të ulta. Edhe një gjendje virale sjell probleme tek ata të sëmurë. Mjekja këshillon të përdoren maskat dhe të evitohen grumbullimet në ambiente të mbyllura. Që temperaturat e ulta ndikojnë në të kurshmërinë e enëve të gjakut. Dhe nëse ne kemi pacientë të cilët kanë qenë të stabilizuar në temperatura më normale, pra që kanë një ngushtim të enës së gjakut 70-80%, tashmë ata bëhen simptomatik. Fillon dhimbja e kraharorit apo ndodh infarkti i miokardit. Prandaj të paktën pacientët që janë në grup mosha e tretë po flasim, që janë me sëmundje të njohura kardiovaskulare, ne i këshillojmë që të evitojnë daljen në temperaturat më të ulta, në orët e mëngjesit, në orët e mbrëmjes, por gjithashtu kjo është një stinjë që është mjaft delikate edhe për faktin se janë më të ekspozuar ndaj virozave. Edhe një gjendje virale i dekompenson të sëmurët kardiak. Për vetë mekanizmat që ka viroza tek të gjitha organet dhe në sistemin kardiovaskular, por edhe medikamentet që përdoren pra kanë efekte negative, qoftë tek tensioni, qoftë tek insuficienca kardiake. Kështu që është mjaft e këshillueshme edhe të përdoren maskat, edhe të evitohen grumbullimet në ambiente të mbyllura, për të shmangur qoftë ekspozimin ndaj temperaturave të ulta, por edhe mundësinë për të marrë një infeksion viral më të shpeshtë. Me shqetësim, mjekja Farida Golemi thotë se ka një ulje të moshës së pacientëve me sëmundjet kardiovaskulare dhe kjo shpjegohet me stilin e jetesës apo edhe me stresin në përditshmëri. Gjithmonë që kemi një ulje të moshës mesatare të pacientëve me sëmundje kardiovaskulare, kemi një rritje të numrit të pacientëve nga mosha 30 deri në 40 vjeç që prezantohen me hipertension arterial, por një numër më të lartë të rasteve 40 deri në 50 vjeç me infarkt miokardi. Ky është paradoksi i ditëve të sotme, sepse të gjitha mënyrat e ekzaminimit po përmirësohen, mënyrat e trajtimit janë përmirësuar, të strategjitë po ashtu, por kemi fatkeqësisht një rritje të numrit të rasteve dhe kjo ndoshta i faturohet edhe stilit tonë të jetesës, stresit në jetën e përditshme dhe gjithë faktorëve të tjerë që i kemi përmendur. Stina e dimrit rrit dhe përkeqëson sëmundjet kardiovaskulare, ndaj duhet bërë kujdes dhe të ndiqen rekomandimet e mjekëve. Pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhet me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperatura të ulta, të marrin mjekim të rregullt, të vishen trash, si dhe të evitojnë daljet në temperaturat e ulta.